po bashkuan kompjuterin kuantik me inteligjencën artificiale, ne nuk e duhemi më. Ka mbaruar. Ç'është ky kompjuteri kuantik tani? Dy fjalë për këtë. Kompjuteri i zakonshëm që i përdorim ne të gjithë, siç keti këto para, të dhënat ruhen në hard disk, kuptohet. Qartë. Ashtu. Dhe te kompjuteri kuantik të dhënat ruhen në ADN dhe sekuenca gjenetike. Ky është ndryshimi. Janë mbledhur rreth 60 milion mostra ADN-je dhe asnjë nuk e përgjigjet ç'i duan këtë sasi të madhe. Kompjuterit zakonshëm këtyre ka arritur kapacitetin në fund, nuk kanë më ç'bëjnë. Kujtohen ato të mëdhenjt me ato qarqet e mëdhenj, dilin elektronet, diqni, kish problem, filloi të zvoglohen gabaritet deri ku ka arrit nuk kam më ku të shkojnë. Dhe del një çun King, ke parasysh gjendet një emër gjithmonë, që quhet Michael Conrad, i cili në 1995 shpiki kompjuterin kuantik. Dhe nëse ne sot përdorim kompjuterat e zakonshëm, përdorin atë që quhet sistemi binar të 0 dhe të njëshin. Pra, ne kemi dy mundësi me 4 kombinime, 0, 0, 0, 1, 1, 1 dhe 1, 0, shumë të kufizuar në fakt. Ndërkohë te kompjuteri kuantik, informacioni nuk kalon nga impulse elektrike siç janë këto. Informacioni se krijon tensione. Duke krijuar tension, fillon nxehet. Kompjuteri kuantik kalon nëpërmjet grimcave të kuantit që quhet, siç janë elektroni, protoni dhe neutroni. Prandaj dhe quhet kuantik. Zakonisht brenda materias ne kemi lëvizje pavarësisht që na duket e sertë, e fortë, xhami, themi, nuk është kështu. Fizika kuantike është çudi e madhe, është Max Planck që babai i kësaj pune. Brenda një materie kemi lëvizje të vazhdueshme në vibrime dhe frekuenca të ndryshme. Pavarësisht se në duhet këtë fort. Dhe ç'ndodh? Ne dim tashmë se afër zeros absolute, jo fiks te zero absolute, po afër saj minus 273.15 gradë Celsius, ne mund të arrijmë që të shohim kuantin. Pra, është lëvizje, ai elektroni, nuk është siç na ka mësuar ne që vite vërtet rreth proton, neutron, bërthamës. Jo. Nuk kishte lidhje. Ai në të njëjtin moment ndodhet në dy vende ndryshme me vibrime frekuenca ndryshme. Por te zero absolute ne mund të arrijmë të shohim kuantin. Ta ngadalsojmë aq sa ta shohim. Këtë realizon kompjuteri kuantik. Ne e shohim elektronin vetëm si rezultat i reaksionit. Po s'pati reaksion nuk e shohim si val. Kupto? Grimsën. E shohim si val. Kur ka reaksion, atëherë ne shohim. Është si puna e ëndrrës që shikojmë një ëndër dhe në ëndër e kuptojmë që ajo që po shohim është ëndër, është kaq i pabesueshme dhe kur hapim syt, në momentin që hapim syt, ne shohim atë që ne quajmë realitet, por sipas fizikës kuantike ai është iluzion. Ne hapim syt dhe na bien fotonët e dritës, ne na krijojnë këtë botën materiale që i quajmë ne. Në thelb nuk është fare kështu. Por si thos Max Planck, po su çuditë thotë kur studion fizikën kuantike s'e kuptoj gjë fare.